Me Galluksa qa bët si kalut, tani do i bëj thirrje ministrit që ka hudhi video aty në Facebook, që ky tipi do të gjobitur 2 milion lekë. Unë kam qenë Mikonos, kena qenë të bëj vlog me atë shokun tim që është grek, Sniku, dhe kam qenë mes Mikonosit para 2 vjeç e ca. E ke edhe me datë kur është postu video që është akoma te profili im, dhe sa e kam hudhat kanaçen që gjasme kam qenë të uqedh të bë vlog me atë dhe kemi hudh kanaçen. Sa e kam hudh e ka marrë ai shoku im me motoskaf mrapa direkt. Ako se kemi bë thjesht për video, se ne këtë punë merrna me video fani, me gallata, me gjona. Dhe biles ky shoku im në Greqi ka paguajt gjë për këtë gjë, a kupton? Se ka qenë dhe ai aty, edhe ka paguaj se kemi qenë në Greqi, ka 2 vjet e ca. Dhe video nuk është bë fare në Shqipëri, mund ta testosh shumë mirë që duken jatet, veni, i di mirë ti këto venese, i brell më shumë se mu. Edhe me që ju dhimbse të veni ka shumë shifni për këto lumente se gjunavi keni shkatruar, keni betonizuar tan venin, lejeni TikTokun. Po me Galluksa, jam të pa këto portale. Shifen, lajmi pa, Instagram, newsi tjetër, a këto, o ta ulanto, po unë tanë jetën kam votu ty, tanë jetën kam qenë për krasi jote, edhe pse, po nuk, s'kam qenë Shqipëri fare, kam qenë Mikonos, unë Shqipërinë e du shumë, dhe atë videon e kam bërë për fani, sa e kam mund kanaçe me rëp shpije, e kam marrë i shokun më të skaf, direkt, biles, besoj se mund ta këtë kapë dhe para më det fare. A kupton, po ta shohësh videot origjinale, po për fat ne kena humbur vetëm atë. Ai ke pa ato gocat në Dubai që janë me tabakan dorë që rrëzohen në det, që e bëjnë video për kështu. Po ato pse nuk i gjobisin. Pastaj unë nuk jam hiç në Shqipëri dhe ajo video është bërë Mikonos, sepse unë Shqipërinë e dushim kur kam edhe flamurin, edhe mbajnë Shqipërinë pastër dhe ta ulan balla për zotin dum fort i pa blok para deri zvejasni. Edhe me plakën isha zi për ty. Kur e kam hull në kanaçen Mikonos, ai që e kam marrë, u hull me kokë, me kap, edhe ka nxjerr pak shpathën atëre, sa për info, me detaja shumë thella. O me Galluksa, këtë kanaçen ose kur e kena kap, unë e kam majt kështu, i shoku im e ka majt kështu. Këtë kanaçen. Kështu, e kanaçen, aty në planet. Tani e ullim kosh. Pastaj, kur marrova punë që ulla në kosh, i pa avionit, charter nga Mikonosi, zbrita në Afit, edhe erdha. Pastaj hypa i Majbeku, erdha nga Athina në Tiranë, në Korçë, Tiranë, kështu që ka ishte. Po i kanaçe. O me Galluksa, me që hyna me kaq detaj, do të rregoj edhe për berberin. E ka emin Ersi, është edhe ai me rrëp shtëpi, ull berberi. Sa më vjen ull. Po ai dhe nuk ditë not. Sa mori krah, shkovi atje vuni krah. Sa u hull. Kur hull ai, kish marru historia, hull kat. Me Galluksa, si që isha pastaj mbas gjithë historisë, Mikonos, bona, çabona, ne 5 ditë, të hik në avion raket, vjen një avion tjetër, ata që kanë qenë me mua në avion e dit, vjen një avion tjetër shqyr zoti, ka qenë pak më poshtë, si më thon kaloi kështu. Do kishe qenë kështu, do kishte thyr krah. Është histori e vërtetë, e din gjithë njerëzit kur kanë dërguar para 2 vjeç e sa. Por erdhi avioni na parakaloi thuhet në qell, në të parakaluar dikush. Ju kanë ndodhur ndonjëherë? Kanë ndodhur.